Fundimtarët të 18 komunave që ditën e sotme kanë shkuar në balotazh dhe më njëherë rikthehem analizës me zonjën Gjyli duke marrë shkase edhe nga kjo. Pra për një orë rezultatet. Në Kosovën shumë pranë nesh. Po sepse në Kosovë ne e pam dhe nga zgjedhjet e përgjithshme që rezultati doli për një kohë shumë të shkurtër se sa në vendin tonë, por ne mendojmë dhe shpresojmë që nëpërmjet asaj që po flisja për pjesën e inteligjencës artificiale, apo mbas edhe numërimi elektronik mund të ishte aplikuar, po dhe inteligjenca artificiale vetvete është një algoritëm i cili bën transkriptimin e menjëhershëm edhe nxjerrjen e rezultatit. Kështu që nëse do të na rezultoj pozitive kjo eksperiencë, ky eksperiment, në një farë mënyrë do të arrijmë mbas edhe ne të kemi rezultate të shumë të shpejta në zgjedhjet e ardhshme. Dhe, siç po thoja, pra nuk pritet që të ketë në një ndryshim shumë të madhe, në një diferencë shumë të madhe. Në optikën time të gjitha bashkitë do të fitohen nga Partia Socialiste, nuk do të ketë ndonjë ndryshim shumë të madh apo ndonjë po themi surprizë të madhe për të cilën ne të surprizojmë dhe të themi që wow, nuk e prisnim këtë. Po mund të ketë pak a shumë, por mund të ketë ndonjë rënje, ndonjë afërsi rezultati, ato që citoi dhe zoti Nura. Edhe ne thjesht jemi në pritje tani për të kuptuar pak a shumë deri nesër në mëngjes se si do të jenë balancat edhe më duket sikur exit pollet kanë patur një rol në këto zgjedhje, kanë patur një lloj ndikimi tek perceptimi publik se si do të jetë rezultati, por ajo që vlen të shihet është rezultati real edhe të presim dhe pak për të dalë në konkretizime. Keni ju një ide të qartë ose një ndarje pse Vlora kishte një pjesëmarrje kaq të ulët edhe tani të konfirmuar zyrtarisht dhe mati kaq të lartë? Pra, mund të evidentoni një diferencë kaq të madhe mes të dyjave, pse njëra bashki ka një pjesëmarrje kaq të ulët dhe tjetra ekstrem të lartë në raport me atë tjetrën? Po, në Vlorë pjesëmarrja në përgjithësi në zgjedhje ka qenë e ulët dhe në mat ka patur gjithmonë një lloj tendence, një lloj besnikërie të themi të njerëzve kundrejt zgjedhjeve. Ose nëse shikojmë dasit politike, ne dim që jugu i Shqipërisë ka qenë i majt historikisht, ndërsa veriu i Shqipërisë ka qenë i djathtë historikisht dhe në një farë mënyrë do ta përktheja që mbase në mat ka një lloj shpresë të vazhdueshme për ta kthyer ose është ajo tendenca që të shkojmë sepse duam që Partia Demokratike të marrë pushtetin aty. Nga ana tjetër, jugu dhe ndoshta edhe kjo është rezultati edhe i Vlorës për faktin që ata e shikojnë që Partia Socialiste ka të sigurt dhe thonë, okay, Partia Socialiste do të fitojë pse duhet çat ndikimi do të ketë vota ime. Kështu që nëse shikojmë në plan politik dhe të ngjyrimeve politike, mendoj dhe mund të reflektoj, mund të jetë kjo refleksioni i asaj. Por ajo çfarë duhet studiuar dhe duhet parë është që pse Vlora ka gjithmonë një po themi tendencë të ulët për të marrë pjesë në zgjedhje dhe pse mati ka një tendencë të lartë për të marrë pjesë në zgjedhje. Unë gjykoj që është kjo, pra është tendenca dhe dëshira për ndryshim dhe për rotacion, ndërsa në Vlorë mendoj që ata mbase janë të kënaqur me ato qeverisje që është dhe nuk e gjykojnë të arsyeshme për të shkuar. Por në ditën e sotme mund të ndikuar shumë faktorë, siç edhe analizuam pak më parë. Si e parashikoni ditën e nesër me zonja Gjyli? Dhe këtu kam parasysh momentin pas daljes së rezultatit, me një humbje të mundshme të Partisë Demokratike në kuadër të gjithë analizës që ne bëjmë sot për të gjitha të dhënat që kemi. Mendoni se do të ketë reagime të mundshme apo ajo është shumë larg? Edhe përmes formulës që... Po patjetër që do të ketë reagime të tjera, nuk diskutohet, ata do dalin dhe prap do të heqin përgjegjësinë nga vetja, prap do t'i shkëputen humbjes dhe do ta shfaqsojnë atë me këtë lloj formule, pra duke thënë që ja dhe kandidatët e pavarur që dalin si alternativa të reja, sot janë vjedhur votat edhe nuk ju dha ajo çfarë meritoni. Pra do të vazhdojë e njëjta logjik, por në këtë rast duke hequr përgjegjësinë nga kandidatët e PD-s që nuk ishin në zgjedhje, por dhe duke kthyer retorikën te kandidatët e pavarur dhe duke i thënë publikut që e shikoni se edhe kur ka kandidat të pavarur prap nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Unë mendoj që kjo do të jetë retorika e PD-s, nuk pres asnjë gjë të re më shumë, as nga lideri i PD-s dhe as nga retorika e përgjithshme, sepse nuk e di se sa të lirë mund të jenë eksponentët e tjerë për të dhënë mendimin e tyre brenda në PD në momentet që flasim. Ditën e nesër me shikoj të qetë, me numërim dhe me një
një rezultat i cili shpresojmë të dali dhe presim të dali në një kohë të shkurtër, vetëm nëse do ketë ndonjë vonesë si rrjedhojë e kësaj fazës eksperimentale me inteligjencën artificiale. Urojmë mos ketë vonesa dhe të ketë një rezultat sa më të shpejti dhe mundur që dhe ne të kemi një tablo të qartë për të fokusuar dhe për të analizuar. A mund të jetë rezultati i këtyre 5 bashkive, zotin Ura, pika që mund të derdhi gotën edhe ta çojë Partinë Demokratike drejt atyre protestave që ka paralajmëruar? Jo, nuk besoj, sepse nuk ka frymëzim për një gjë të tillë. Berisha ka kohë që i paralajmëron këto protesta dhe akoma nuk i ka bërë. Edhe fakti që do bojkotojnë punimet, domethënë në mënyrë të përkohshme, punimet në komisione, tregon që nuk gjen frymën e dur tek njerëzit. Sepse sigurisht dhe ato kanë instrumentet e tyre për të vlerësuar nëse ka vullnet për protesta apo nuk ka vullnet për protesta. Nuk besoj që do të kemi për këtë vit në një protest organizuar, mund të bëhet një protest shumë modeste, po proteste cila të jetë serioze, të imponoj shumicës qeverise një qëndrim tjetër politik, jo sepse ka edhe sinergjimi disë palëve. Ligja që kërkojnë 2/3 janë votuar me shumicën e nevojshme. Kanë bërë marrëveshje, janë komisione bipalëshe, këtu sigurisht janë penalizuar partitë e vogla, nga këto marrëveshje të partive të mëdha, dhe me që u përmend në partitë e vogla, një analizë besoj vlen për këto zgjedhje në raport me ta, se vetëm njëra prej tyre ka marrë pjesë në mënyrë pothuajse tangenciale, kështu që partitë e vogla që kishin një shpresë të madhe, morën një pak vota, demonstruan që nuk ishin të afta për ta menaxhuar situatën në raport me ligjin elektoral, në raport me nevojat dhe për më e keqe, handikapi më i madh i këtij rezultati ishte që nuk ditën të komunikonin në mënyrë të re dhe jo me mënyrën e vjetër me kompromise siç po bën PSD-ja tash për 2 ligjet e rëndësishme, por shkuan deri aty sa çuan në parlament, njëri dajën dhe tjetri hallën. Kështu që kjo tregoi në një farë mënyrë njerëzit votuan duke shpresuar në fytyra të reja, duke shpresuar në strategji të reja dhe në politika të reja. Në zgjedhjen e 11 majit për fat keq rezultoi krejt e kundërta. Dhe unë nuk besoj që do t'i votojnë më. Dhe e kanë marrë mesazhin dhe sipas analizës time, ndaj dhe nuk kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, që mund të ishin një test. Unë falenderoj shumë zotin Ura. Faleminderit që ishit me mua, si gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit zonja Gjylie, shumë kënaqësi që isha sot së bashku. Kënaqësi dhe për mua. Mirë, dhe ne këtu do të përfundojmë këtë hapësirë të drejt për drejt, ku kemi parë në fakt orë pas ore zhvillimet e fundit që kanë ardhur nga 5 bashkitë e vendit cilat sot shkuan në zgjedhje. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, mos u largoni nga ABC News, pas pak do të jeni me kolegun tim Emilian Islami deri në mesnatë dhe të ftuarit e tij për të bërë analiza të tjera për gjatë minutave në vijim. Bashkë mirupafshim.